mendoj që mund të jetë rast unik në botë që ministri I Brendshëm del dhe thot nuk është çështje emergjence, siguria kombëtare apo siguria kufitare. Nuk e di nëse ka në një rast tjetër në botë që të ketë një ministër të brendshëm që thot një çështje të tillë. Gjithsesi, ju I gjeni vetë këta, mbani përgjegjësi vetë. Tani, të nderuar miq, prej vitesh shqiptarëve u serviret po e njëjta propagandë. Prej vitesh dëgjojmë deklarata triumfaliste për sukseset e qeverisë në luftën kundër krimit organizuar. Prej vitesh na thuhet se Shqipëria është më e sigurt se kurrë, se kufit kontrollohen, se institucionet funksionojnë dhe se shteti ka fituar betejën ndaj krimit organizuar. Ndërkohë, vrasjet rriten, ndërkohë kartelet shqiptare janë sot kartelet më të fuqishme në botë, janë në përballje me kartelin e Sinaloas. Këto kartele që sjellin pikërisht këta njerëz në pushtet, ndërkohë që këta na shesin këtë propagandë, troplinët marrin portin e Durrësit, xhabaftët marrin Vorën, Bajrat marrin Shkodrën, Hajrat dhe Avdylajt kanë dhe deputet dhe shtëpiat e deputetëve që të fshihen aty pasi bëjnë ndonjë vrasje, pasi bëjnë ndonjë krim siç ishte rasti I Çyrbes. Pra ndërkohë që këta na shesin këtë sukses, realiteti është ky. Faktet dhe raportet ndërkombëtare dhe operacionet e autoriteteve europiane tregojnë një realitet krejt tjetër. Ato tregojnë se Shqipëria është përdorur si korridor I rëndësishëm për trafikimin e qenieve njerëzore dhe emigracionin e palishëm. Ato tregojnë se organizatat kriminale kanë arritur të ndërtojnë rrjete të sofistikuara që veprojnë për vite të tëra pa u goditur. Ato tregojnë se pas çdo organizate kriminale që zbulohet, fshihet një pyetje e madhe. Ku ishte shteti? Dhe tani do ju